Përshëndetje, po takohemi bashkë me edicionin e fundit që vije para zgjedhjeve që do të mbahen nesër. Dhe sot do të flasim me 3 kandidat që nuk I kemi intervistuar. Së pari këtu në studio kam zotrin Agim Krasniqi që vije nga Iniciativa Qytetare Prishtina në dorën tënde. Zotrin Krasniqi e kemi kandidat për kryetar të Prishtinës dhe po ashtu është bartës liste tek Iniciativa Qytetare në garën për kuvendin komunal. Cilat janë planet e tyre dhe si mendojnë ata ta qeverisin kryeqytetin, flasim bashkë në minutat në vjem, andaj qëndroni me ne. Faleminderit që jeni këtu, zotri Krasniqi. Faleminderit për mundësinë që të shprehemi lidhur me programin qeverisës. Pse po e falenderoni, ne e kemi obligim, apo ka munguar kjo? Them drejtën, ka munguar profesionalizmi në mediat tona, sa I përket të drejtës së palëve për të prezantuar para opinionit publik, respektivisht para votuesve, që ata në fakt të dinë se cilët janë kandidat, cilët janë programet që ata I ofrojnë, në mënyrë që pastaj të përzgjedhin se cilin subjekt ta votojnë të dielin. Dhe kjo po shpresoj që nuk do të jetë bërë me tendencë, mirë po e marrim si një lëshim ndoshta profesional I medjave tona në Kosovë. Dhe flasim pak si është Prishtina me ju kryetar. Prishtina në dorën tënde e kemi menduar që ta shkpusim nga partit politike të cilat e qeverisin, e kanë qeverisur dhe po e qeverisin Prishtinën, dhe pikrisht kjo na shtyn që programi jonë qeverisë të jetë më ndryshe nga I subjekteve politike. Prishtina deri më tani, sipas mendimit tim dhe bindjeve të mia, duke qenë se vi me një përvojë 20 vjeçare në institucionet publike, është përdorur si plashk për interesa të ngushta, qofshin ato partijake, qofshin ato individualiste, personale, apo edhe klienteliste që ndërlidhen me sektorin ekonomik. Dhe kjo neve, një grup meqësh, shokësh, intelektualesh, na ka shty që t'i qasemi kësaj sfide, sepse megjithatë është sfidë, një subjekt që për herë të parë regjistrojmë dhe garojmë, dhe kemi menduar që t'jemi zëri qytetar, zëri atyre të cilët e meritojnë qeverisën në bazë të parimeve dhe rregullave demokratike, në bazë të mbrojtjes së interesit publik, e jo në bazë të interesave të ngushta që thash edhe një herë, mos përsëritem klienteliste dhe partijake. Ne, si iniciativë qytetare, e kemi një avantazh apo përparësi, sepse nuk e kemi një komandë e cila na qëndron mbi kokë, strukturë partijake, e cila na qëndron mbi kokë se si të menaxhohet komuna, si të shpërndahen apo si të shpenzohet paraja publike, si të ndikohen në dhënien e shërbimeve të cilat komuna I jep kompanive të ndryshme, bizneseve të ndryshme, pa e përfituar së paku atë çka e meriton qytetari Prishtinës. Dhe pikërisht ne kemi hartuar një plan qeverisës që është I bazuar në 4 objektiva strategjike, po them objektiva strategjike sepse kemi dalë përtej një mandati 4 vjeçar. Ne jemi të vetëdijshëm se nuk mund ta fitojmë Prishtinën personalisht unë si kandidat për kryetar. Se po e thoni këtë? Se jeni pra në garë? Po vetë fakti që nuk jemi ftuar në asnjë debat me aktorët kryesorë, subjektet kryesore, kjo e me kuptu që nuk kemi qenë edhe të barabartë para qytetarëve, se sikur kishme qenë debat me 3 subjektet kryesore, po e marrim edhe AK-n si subjekt që përfshihet në atë rrethin e subjekteve kryesore, ne sigurisht që do ta përfitonim zemrën qytetare dhe do t'i bendim me ato çfarë do t'i ofronim ne ndryshe nga subjektet politike. Prishtina meriton qeveriset si një qytet apo kryeqytet modern, që ne jemi duke synuar që të gjasojmë botës perëndimore, mirë po me formën e organizimit, menaxhimit të jetës publike, ne më shumë jemi duke I ngjarë një etape që ka ndodhur ndoshta krejtësisht
fillim vitet apo në proceset e industrializmit të parë që kanë ndodhur para 2 shekujsh, kur nuk ka pas planifikime afatgjate, ne jemi duke e ndërtuar Prishtinën, jemi duke organizuar Prishtinën sot për nesër, mirë po kjo Prishtinë ndarë Zotit që do të jetoj gjatë, këta qytetarët Prishtinës do të jetojnë gjatë, sidomos gjeneratat e reja, ne nuk mund të jemi peng i gjeneratave të reja, në fakt e kemi dëmtuar ardhmërinë e gjeneratave të reja, sepse vetë fakti i menaxhimit dhe organizimit të jetës publike, sidomos urbanizmin dhe infrastrukturën, domethënë tërësisht janë në dëm të tyre. Doja të flasim pak më shumë për arsimin, sepse ju jeni njohës i arsimit, punoni edhe në ministri, por po ndalem tek një intervistë që kam parë gjatë javës, ku keni folur për ChatGPT-n, pra se sa shumë përdoret, e dim tashmë të gjithë që ChatGPT përdoret, në fakt është mirë që përdoret, sepse në rast kur përdoret si duhet, ajo është ndihmes, por ju keni thënë që është përdorur nga një kandidat për ta bërë komplet programin, dhe natyrisht që kjo nuk është mirë, le të themi nëse përmirësohet programi është në rregull, por jo të bëhet komplet programi nga ChatGPT, dhe si e vrejtët ju që është bërë nga ChatGPT, dhe na tregoni kush është ky kandidat që ka bërë programin me ChatGPT? E kam lexuar 3 programe. Njërin nuk e kam lexuar, nuk e kam has, e kam kërkuar në rrjet, domethënë në internet, në Google, ose në subjektin që është regjistruar, domethënë e ka platformën e vet, nuk e kam gjetur. Nëse mund na tregoni. Kërkoj folje. 3 programe janë 3 programe kam lexu, ata cilët unë do të identifikoj. Ka 10 kandidat për kryetar Prishtinë. 3 kam lexu. Them 3 kam lexu. Ata cilët më ndëgjojnë e dinë se për kë po bëhet fjalë, mirë por nuk dua që të interferoj tek qytetarët pikërisht tash me qenë se jemi edhe në prag të votimit, por po flas profesionalisht, duke qenë se vi nga sektori i administratës publike, pikërisht disertacionin e doktoraturës e kam tek organizimi dhe menaxhimi i informacionet në administratën publike, tek sektori informacionit vijë edhe ChatGPT-ja si një mundësi për marrjen e informacionit dhe një gjuhën, shprehjen, konceptet filozofike që i përdor gjatë ChatGPT-ja gjatë dhënies së informata. Në këtë rast shkrimet të cilat ajo i dërgon. Dhe më një herë kam kuptuar që tërësisht është i punuar me ChatGPT, nuk kanë pasur një redaktor, lektor apo edhe korrektor që t'i shmangin ato shprehjet e ChatGPT-s dhe kjo është e mjerueshme, po tregoj Si i vreni shprehjet e ChatGPT-s? Po kjo është I përdor ato lidhëzet shumë? Po nuk ka të bëjë me lidhse. Për shembull, po e marrim që do të jetë si informacion për opinionin publik ata që e përdorin. Për shembull e përdorin një qytet. Po pse një qytet? Pse 2 qytete jo? Pse 3 qytete? Domthonë e përdorin shprehjen qytet, një qytet, domthonë e numëron subjektin. Pse mund numëron subjektin? E përdor fjalën për shembull një televizion. Nëse i referohesh një televizioni me emër dhe mbi emër, është diçka tjetër. Një qytet ti po numëron. Domethënë nuk ke nevojë kur të nxjerrësh narracionin për një koncept ideor që ti po e jap, s'ke nevojë me numëru. Flet për qytetin e Prishtinës, po jo një qytet të Prishtinës. Po e marr si rast. Se ato vizat lidhse kuptohet, por ka edhe terminologji tjera të cilat përdoren, po i kuptojnë ata të cilët shkruajnë. Unë për veti i kam 6 libra të shkruara. Vitin 2013 e kam nxjerr librin që kam trajtuar korrupsionin si fenomen. I kam 6 libra shkruara dhe një shumë mirë gjuhën e të shkruarit. Tjetër subjekt... Ju pas keni një libër për korrupsionin, si ta luftoni korrupsionin në Prishtinë? Sepse raporti auditorit çdo herë është më i keq për komunën e Prishtinës. Po, për fat keq, me qenë se u ndërlidh të dolën prej arsimit, ne do të kthehemi arsimit, sepse është e rëndësishme. Për fat keq auditori i përgjithshëm i ka evidentuar shkeljet drastike që janë gjetur komunën e Prishtinës, kategorizimi i shpenzimeve publike, të gabuara, humbje milionëshe nga përmbaruesit në gjykata, ka jam me kuptu që faktikisht gjithë ata njerëz që punojnë aty nuk e njohin se si menaxhohet
paraja publike. Kjo është e dëmshme, sepse ajo para është e taksapaguese të Prishtinës, ndërkohësisht kjo i dëmton ata. Kam shkruar 2 libra për korrupsionin dhe e një bërthamën e këtij procesi, këtij problemi, mund ndikoj shumë se si të përmirësohet qeverisja, sepse procesi vendimarrjes luan rol shumë se sa është transparent, sa janë personat përgjegjës dhe me integritet në proces të vendimarrjes, sidomos kur ka të bëjë me shpenzimin e parave publike, po qoftë edhe me dhënien e të drejtës subjekteve private, të cilat shpeshherë merren vendime në favor të palëve, të subjekteve, po flas ekonomike, e në dëm të interesit përgjithshëm, respektive qytetarëve që jetojnë komunën në Prishtinë. Sidomos tek pronat publike, hapësirat publike, ku duhet jenë vende për qytetar, për shfrytëzim të gjitha kategorive, ato uzurpohen, jepen shfrytëzim sektorit ekonomik komercial. Ne jemi për ta mbështetur sektorin ekonomik. Unë nga natyra ime, bindjeve të mia jem djathtist, mirë po në djathtizëm e menaxhuar mirë nga shteti, nga pushteti, po jo në emër të demokracisë, në emër të liberalizimit të jetës ekonomike, ne ta dëmtojmë shoqërinë, ta dëmtojmë shtetin, sepse po krijojmë pasoja afatgjata për vetë shoqërinë, për vetë fëmijët tanë. Kjo ka të bëjë pikërisht edhe me arsimin, po ndërlidhemi te arsimi nëse më lejohet. Po, doja të kthehemi edhe tek arsimi, përmendëm ChatGPT-n, por nëse i shohim edhe kandidatët e tjerë, përmendet shumë, le të themi, ndërtimi i qerdheve të reja për cilat Prishtina ka nevojë, ndërtimi i shkollave ose anekseve, dhe Prishtina së fundmi ka bërë mësimin gjithditor në disa shkolla, mendohet të zgjerohet tutje. Ju si e shihni fillimisht mësimin tërditor dhe cili është plani juaj që të kemi shkolla dhe qerdhe më të mira dhe të kemi më shumë cilësi në ato? Gjatë debateve cilat i kam dëgjuar prej kandidatëve, domthon këtyne mëdhajve po i quajmë kushtimisht. Pse po i quani vazhdimisht të mëdhaj? Po i trajtoj si të mëdhaj. Po dhe ju po i trajtoni? Po duhet t'i përshtatim edhe unë t'i përshtatim ambientit rrethonave. Edhe pse përkundër kapaciteteve të mia, qofshin intelektuale, profesionale, ata fare nuk janë më të mëdhenj se unë, mirë për kuptimin e trajtimit që ju bëhet për mediat tona, për fat keq, kemi qenë pa barabartë, po i quajt mëdhej, edhe do t'i konsideroj si të mëdhej. Megjithatë, me 12 tetor të gjithë jeni të barabartë në fletë votimin që e kam këtu është Nuk jemi të barabartë, përderisa qytetarin nuk e ka informacionin e saktë se çfarë ofrojmë ne. Nuk kemi pas hapësirën e mjaftueshme tek mediat që t'jemi të barabartë me ta në performancën tonë që do ta tregonim para votuesve. Jemi nuk përdori, se nuk është etike kjo me përdor diçka, po jemi diskriminu. Ma thjesht, me thonë, kemi qenë të diskriminuar, apo të ju jeni ankuar në KPM. Po ju më ankuar të KPM, nuk jam ankuar realisht, e kam bërë njoftimin që nuk po na jepet hapësirë, siç është e përcaktuar me ligjin për mediat. E kam fjalën për zgjedhjet cilat po organizohen. Dhe falenderit prej agjencionit, mediave të pavarura, na u kanë përgjigjur, ju kanë shkruar mediave, po ne jemi demokraci, ne duhet të respektojmë rregullat e demokracisë. Ne, përderisa nuk i respektojmë rregullat e demokracisë, ne faktikisht e ngulfatim jetën publike. Demokracia është vlerë. Demokracia nuk është bëj çfarë dua unë, po të bën atë që ta përcaktu shteti, një kriter, një ligj, një rregullore, çfarë do qoftë ajo është demokraci. Po jo bëj çfarë dua unë. Bën çfarë duash ti, edhe në familjen tënde ki kufizime, me familjen tënde ki kufizime, nuk mund t'i trajtosh se çdo ti. Por ka rregulla, kanë të drejta fëmijët, kanë të drejta gruaja, kanë të drejta rrethi tjetër i dytë familjar. Domthon çdo gjë bazohet në bazë të rregullave. Dhe kur respektohen ato, ne themi jemi në demokraci. Dhe kthehemi te shkollat. Kthehemi te shkollat. Na tregoj planin tuaj, jo të tyre. Po tregoj,
monda e një bërthamën e problemeve për mbajtjen e problemeve në arsimin Kosovë. 10 vite i kam në Ministrinë e Arsimit. Dhe problemi kryesor që po e pamundson një cilësi në mësim nxënje nga nxënësit tanë janë 2-3 elemente të cilat në programin tonë qeverisës brana një afati 90 ditësh do t'i eliminoj ato, sepse janë lehtësisht të menaxhueshme. E para është depolitizimi i arsimit. Jem dëshmitar të ushtrimit të ndikimit nga subjektet politike në gjithë sektorët ku ka procedura për rekrutim dhe përzgjedhje të stafit domethënë po flas sektorin publik, në veçanti në arsim, sepse është një korpus i madh i të punësuarve në arsim dhe përmes favoreve që ju krijon individëve të caktuar, pastaj e synojnë votën, e synojnë favore tjera që mund t'i ndërtojnë, domethënë gjatë qeverisjes dhe drejtorët të cilët zgjidhen domethënë në institucione, nuk respektohet parimi i meritokracisë. Një drejtor i cili nuk e njeh bazën elementare të menaxhimit, ai nuk mund të bëhet drejtor. Një drejtor i cili nuk e njeh spaku legjislacionin që e rregullon arsimin parauniversitar, dokumentet strategjike që vijnë nga niveli qendror, do lidhen me nivelin lokal, ai nuk mund të bëhet drejtor. Unë kam pas raste se jam pjesë e procedurave të përzgjedhjes së drejtorëve, e pyeti kandidatin cilat janë dokumentet që i ka Ministria e Arsimit për rregullimin e arsimit parauniversitar, shkollën tënde, besoni që nuk e din. Nuk e din që ka një strategji Ministria e Arsimit për arsim, ka ligje për arsim parauniversitar, ka ligj komuna për arsim, ka ligj komuna për qeverisje, janë rregulloret që ndërlidhen me zbatimin e këtyre ligjeve, nuk i njohin. Dhe ai bëhet drejtor, dhe duke u bërë drejtor nuk i din vetë kompetencat që duhet i ketë shkolla. Cilat janë kompetencat menaxheriale që duhet i ketë shkolla, cilat janë të drejtat e tij. Edhe pse është kufizuar në maksimum mundësia e tij për të vepruar, sepse kryesisht kompetencat janë bartur tek drejtoria e arsimit në komunë dhe drejtoria e arsimit nuk e menaxhon mirë arsimin. Fundet për shembull që ndahen, po e marr këtë rast nga Ministria e Arsimit, kemi funde apo grante specifike që i dërgojmë komunave për t'i mbështetur nxënësit tanë, ato keq menaxhohen, nuk shkojnë fare të nxënësit, të rralltat janë ato komuna të cilat i shpenzojnë për nxënës, ka raste që edhe nuk i din ka e kanë qenë, auditorët i kanë, sepse auditorit do duhej dhe zyra për që merret me çështjen e shpenzimeve, do duhej ti rekomandante se si bën ato shpenzime, nuk ka një përgjegjësi, nuk ka një llogaridhënie nga ky nivel dhe pastaj arsimi mbetet në mshirën e politikës, në mshirën e subjekteve politike. Pastaj problemi tjetër është edhe mos avancimi i menaxhimit apo kapaciteteve menaxheriale tek drejtorët përmes trajnimeve. Ne i shohim zhvillime tekniko-teknologjike po ndryshojnë çdo ditë. Çdo ditë ndryshojnë programe, ndryshojnë, domethënë forma qasja dhe nuk mungojnë trajnimet, edhe ato trajnimet cilat krijohen mundësi japen në bazë të preferencave, nuk i marrin organizatat që i meritojnë të ushtrojnë ato trajnime, merrem me mend, po e marr për shembull se nuk duhet të identifikoj subjektet organizatat civile, po e marr sindikatën. Sindikata merr akreditohet për me trajnue drejtor, që është një nga kriteret është... E lëm sindikatën sepse s'është çështje që e zgjidh kryetari i komunës? Jo, dëgjoj. Se shkon në nivele tjera. Më tregoni ku votoni jo, në cilën lagje, në cilën shkollë? Unë votoj në Fakultetin Filologjik. Dhe jetoni do të thotë afër qendrës? Jetoj në Sofali, rruga Alex Buda, aty jetoj 13 vite tash. Çka i duhet Sofali, sepse këtu doja delja ndryshimi parë në lagjën tuaj? E para
Sofalia ka mundësi, respektivisht kjo lidha që lidhet me gryken e gërmis, ka mundësi që të avansohet, edhe pse ka disa hapësira për rekreacion, mirë po do duhet rrethsisht ndaloheshin ndërtimet afër gërmis, sepse e kanë populluar shumë atë pjesë, sidomos prej shkollës Gjingazulli, ku ka Gjingazulli qenë? që është aty, është populluar, kanë fillu pastaj edhe të ofrohen grykës së gërmis. Ne do të ndërprenim gjitha ndërtimet pa një plan mirëfill, duke i respektuar gjitha standardet që duhet t'i ketë një kryeqytet si Prishtina për hapësira publike për shfrytëzim nga qytetarët e Prishtinës. Na për fatin e mirë e kemi gërmin, që mund të kenë shumë lakmi si hapësirë, mirë po nuk duhet lejuar që për çështje komerciale, sepse pikrisht tu pastaj po ndikojnë partitë politike, sepse kanë marrë favore prej ekonomisë, forma të ndryshme dhe pastaj ato dëshirojnë t'ua kthejnë apo t'ua shpërblejnë me leje ndërtime, me leje shtëpia dhe të tjera. Domethënë, pastaj është rruga e Bledit, është një lagje e madhe, e cila nuk e ka një infrastrukturë të mirëfillt, vetëm me ardhmë po ato shtyllat që janë të vendosura shumë operatorë, qoftë telefonia, qoftë kabloviku, qoftë interneti, domethënë çdo ditë kur kalojnë kamiona, sepse po ka ndërtime, kanë dhënë leje më ndërtue për Karshi Sofalis është një pjesë që ndëlidhet me Kolevicën, ka ndërtime, kalojnë kamion, i këputin ato tela, ju prishet interneti, nuk kanë lidhjen, domethënë qasjen shërbimit. Domethënë është tërësisht një rrugë që 3 vjet nuk po mund e ndërtojnë, nuk po mund i krijojnë hapësirat, domethënë standardet si duhet i ketë rruga, vjen një operator, lën një shok, një poset, pa rregullu, vjen tjetër e rregullon, një tjetër e prishin që atje, vjen ujë, pren, domethënë është një katrahur e organizimit të punëve publike në Prishtinë. Është mërësisht, është e papranueshme. Pastaj, në mbrëmje, veç kur e shet nesër në mëngjes, u gryj asfalti. Pa pas nevojë fare, gryjet asfalti. Pse gryjet asfalti? Duke qenë se vi nga problematika e korrupsionit, gryjet asfalti sepse duhet krijuar një tender, po e quaj ashtu, dhe në tender përfitojnë edhe ata, kështu që është mërësisht e dhënshme se si shpenzohet ajo para publike. Ne jemi për dhënien e shërbimeve, mirë po jo pa një standard, jo pa një planifikim, jo pa një kriter. Jo pse don kryetari i komunës jepja një kompanie një punë edhe mirë po duhet spari kur janë punë kapitalin pyetje, duhet ketë dëgjesa publike. Ku preket interesi i qytetarëve të Prishtinës në afatgjat, duhet thirrën të merren mendimet e tyre, opinionet e tyre dhe të merren një lloj aprovimi se a me bëhat puna, mos me bëhat punë. Për shembull, po supozoj, kemi pas rast tek sheshi George Bush. A ka bu dikush një anketë? Unë jam për, si që është u punue. Mirë po, nuk në ka pyet kush. A ke pas rast ty me tarë një anketë me thonë se me ndoni, a është e levërdeshme që të mbyllet kjo pjesë për qarkullimin e trafikut, do të mbetet vetëm për këmësor, do të ndërtohet një shesh. Unë personalisht e mbështes. Por duhet të pyeteshim. Është mendimi jam. Pra, nëse bëjeni kryetar, do të ketë pyetësor që i pyet qytetarët për George Bushin, njëri prej problemeve më të mëdha. Sigurisht, munda, unë thash edhe njëherë, nuk do të bëhem kryetar, por synimi jonë është që... A ke synim të bëhesh asamblest, nëse jo kryetar? Sigurisht që po. Dhe unë i premtoj gjithë votuesit e Prishtinës, se i gjithë programi jonë, disa pika që janë kardente,
që janë themra akilit për një qeverisë të mirë. Nuk do të qej pa, do të jem zëri tyre, e di formën e kërkesës që duhet me jabo pushtetit, dhe do të bëjmë përpjekje të shtyjmë gjitha këto, sidomos tek arsimi dhe rregullimi urbanistik, sepse kemi paraqasit që të rishikohen gjitha planet rregulluese, të cilat kanë qenë të ndikuara politikisht, e kam fjalën nga partitë politike, por njëkohësisht edhe të ndikuara nga klientelizmi ekonomik. Faleminderit shumë zotri Krasniqi, suksese të dielën. Faleminderit edhe juve. Ishte kjo njëra nga bisedat që kemi për sonte, qëndroni me ne sepse pas pak vi me një kandidat tjetër. E tash po e vazhdojmë një intervistë tjetër. E kam ftuar atë në fillim, kur kam pasur po ashtu zonjën Shahini, Besa Shahini, sepse doja që në fillim të kisha gratë kandidate. Nuk ka vetëm një kandidate për kryetare të Prishtinës, por janë dy. Besa Shahinin tashmë e kemi intervistuar dhe sonte me ne është Nedime Belegu, e cila po ashtu garon për të qenë kryetare e komunës së Prishtinës. Mirë mbrëma dhe mirë se vini. Mirë mbrëma dhe mirë se ju gjej. Keni epoka e hyneshës në Prishtinë dhe e dim që hynesha është simbol i kryet qytetit. Pse zgjodhet, është le të themi shumë emër domethënës, lidhet me kryet qytetin, pse zgjodhet jo? Pikërisht për atë se kryet qytetit i duhet një hynesh e cila do t'i zgjedh problemet këto emergjente, pastaj në afat të shkurtër dhe në afat të gjatë. Këto zgjidhjen e këtyre problemeve mund t'a bëj vetëm një person i cili është absolutisht i pastër në çdo aspekt, që nuk është i korruptuar, që është adhetare e jashtëzakonshme dhe që e do popullin e vetë mbi të gjitha, ku unë një jetë këtij populli dhe adheu tim ja kam kushtuar një jetë duke rrezikuar shpesh herë jetën, duke luftuar krimin e organizuar, drogën e për shkolla, pastaj gjithçka që është e padrejtë, ndërtimet, planet, në vërtet Komuna e Prishtinës është e sulmuar nga ndërtimet ilegale, nga ndërtimet sipas interesave individuale dhe grupore, dhe gjithçka është një katrahur për të cilën na duhet mbase një mandat vetëm për të rikuperu ato çka janë damtuar në Prishtinë për të sjellë në gjendjen zero, në rend të parë korrupsionin, pastaj për të mund për të rifilluar një punë të mbarë me një plan mirë të organizuar në afat të mesëm dhe afat gjatë për të rehabilituar dhe për të bërë Prishtinën një qytet, një vend i cili vërtet mund të thuhet se është pjesë e Evropës. Çka ju shtyu që të garoni? Pikrisht këto, isha në Tampa, Amerikë. Gjithë në Florida. Do të mundësi që unë tjetoj si shumë qytetarë të tjerë, të cilët, sidomos nga pensioni ikën në vendet e huaja, marrin një pension, rehabilitohen dhe sa kalojnë këtu sa atje. Mirë po jo. Unë edhe këte e refuzova. Unë kur kam punuar në UNMIK, në OSBE, kam pas mundësi që të bëhem jo milionere, por miliardere. Sepse pikrisht në UNMIK ka pas njerëz të cilët më kanë thënë, do të thotë para 25 viteve, kjo zonjë meriton të jetë kryetare e Prishtinës. Dhe unë atë kohë kam mendu jo, se ka njerëz më dishëm, ka njerëz të cilët kanë luftu, ka njerëz të cilët janë më meritor. Por tani e kam parë që jo, nuk janë meritor. Dhe se duhet të përballem me realitetin dhe ta jap kontributin tim pikrisht atë çka qëndron në shpirtin tim, mendoj prej se kam qenë fëmijë me këtë dashurin e papar për atë dheun dhe për vendin. Kam sakrifiku, nuk jam ba milionere, por do t'ju tregoj që kam sakrifiku edhe me jetë, në rastin konkret, kur është fjala, pra, cilat janë pikat më emergjente të komunës së Prishtinës, por jo vetëm të komunës së Prishtinës. Në një është, mendoj që duhet të shpëtohet toka nga ndotja, nga mbeturinat. 2. Duhet të shpëtohet rinia nga droga. Duhet të shpëtohet me emergjencë rinia nga ato cigaret elektronike. 9. Duhet të shpëtohet
gjithë shka që është më konkrete. Pra, korrupcioni është në rend të parë që duhet të luftohet. Po ju tregoj se në vitin 2006, kur kam punuar në gjimnazin Sami Frashëri, në kohën kur emri drog nuk është përmend, ka qenë diçka tabu tem dhe nuk kanë guxuar të përmendin. Unë kam mësuar nga nxënësit e mi se droga në gjimnazin Sami Frashëri konsumohet 30%. Këte ma kanë thënë nxënësat dhe e them me plot kompetencë. Dhe çka ka ndodhur? Në vend se që të organizohemi, sikurse në Island, çfarë kam bërë? Ata më kanë sulmuar mua dhe është evidente edhe në mjetet e informimit ka qenë se dileri i drogës në klasë më ka sulmuar me thikë mbi kokë. Unë nuk e kam parë këtë, por e kam parë nxënësit e mi dhe ne rastin e kemi paraqit në polici, ku edhe ata kolegët e kanë neglizhu, po edhe policia asaj kohe e ka neglizhu bukur mirë. Për cilin vit po flasim? 2006. Në vitin 2006. Pra, në vend se ne të organizohemi si bashkësi, prind, nxënës, arsimtar, që t'i shpëtojnë fëmijët tonë, ata më kanë sulmuar mua, dhe besoni që drejtoresha asaj kohe, bashkë me kryetarin e prindërve, të Këshillit të Prindërve, kanë shtru padi për mua për shpifje. Mirë po, fatbarësisht, më ka shpëtuar një hetues Amerikan, i cili në bashkëpunim pastaj edhe Safet Blaka i ka qenë ai i cili ka ba hulumtime në mesin e nxënësve, dhe është konstatuar se droga vërtet përdoret, dhe se nxënësit më ka thënë profesoresh, se më dojshin nxënësat shumë, edhe unë para luftës jam kujdes për ta, sikurse për fëmijët e mi, në atë formë. Dhe, thot profesoresh, jo vetëm që konsumohet droga, por atje në kënd, te muri, thot, konsumohet edhe droga në vena. Aq ka qenë gjendja rrezikshme. Pra unë e kam rreziku veten edhe me jetë për të shpëtuar këta fëmijë. E çka kishte ndodhur, si do të ishte sot gjendja, sikur ne të organizoheshim si kurse në Island, ku prindët maksimalisht, bashkë me arsimtarët, bashkë me gjithë shoqërinë, në shpëtim të fëmijëve. Tani vetëm konstatohet ende edhe tutje se fëmijët po përdorin me të madhe ato cigaret elektrike. Dhe çka ka ba kryetari komunës? Ja u ka ndërtu edhe një rrugë aty, një copë rrugë disa metra, me jau aty në kafiqave, aty me ju ba edhe ma me lezet që të pihet edhe kafja, edhe çka jo tjetër. Tash unë nuk mund të flas me fakte, por e di që kjo edhe është konstatuar që nga organet kompetente se rinia jonë. Çka do të bëni ju si kryetare në këtë drejtim? Si kryetare në këtë drejtim, në një do ta luftoj korrupsionin. Pika e parë do ta shkëpus kadastrin nga Agjencioni Kosovari Privatizimit dhe nga gjykatat. Automatikisht në gjitha format e mundshme, sepse Agjencioni Kosovar i Privatizimit ka bërë një krim të cilin unë e kam përjetuar me banesën time, të cilet për një interes, se banesa ime tash i bën mbi 200.000 euro, ndërsa është dash të riblej me 700 euro, dhe para kam qenë e cila duke hulumtu, duke hetu banesën time, e kam kuptu se si po vepron AKP-ja. Pra, si pas ligjit të atëhershëm, kanë shit banesën me 700 euro, që unë e kam rible, sepse nuk ma kam pranu 65% që kemi pas kontrat Radio Prishtinë dhe 2 punëtor të Radio Prishtinës atëherë, ne kemi pagu me mjetet tona 65%, Radio Prishtina 35% dhe AKP-ja, zyrja Aleksandr Borg Olivierit, me një matrapaz avokat shqiptar, që emrin e ti është aty i shënuar, ma kanë refuzu bashkë me gjykatësin Hidajet e Gashi, ma kanë refuzu të drejtën mu dhe fëmijëve të një të drejtën në banim. A kuptoni? Më pas për të fitu të drejtën e banimit, unë është dashtë që të pres derisa të vijë në pushtet Albin Kurti, derisa drejtori Agjencionit Kosovar i Privatizimit bëhet Zotri Mikulovci dhe të gjendet një gjyqtare cila gjykon drejt dhe të fitoj të drejtën e banesës
time. Pra këtu kanë qenë 20 vjetë dhunë sistematike mbi një grua, mbi një kontribut dhënse, mbi një adhetare që unë ka mujtë shumë lete, jeme korruptuar sot ke miliona edhe të mere me gjana terciare të gënjej qytetarin do të bëj këte, do të bëj atë, por jo. Kësaj radhe po sakrifikoj veten që të punojmë bashkë me qytetarin, që ta luftojmë korrupsionin, që ta luftojmë drogën, afat shkurt këto janë. Zënja Belegu, ju e përmendët zotrin Kurti. Po. Dhe pse nuk jeni pranëve të vendosje, por keni garuar ndaras? Shikoni, unë base në këtë rast kam dash që ta shprej vetë-veten. Ta shprej vetë-veten, jo përmes delegimit, por të jem vetë-vetja ajo që në base për komunën e Prishtinës mendoj se duhet një përshpejtim më i madh dhe se kam një vizion pak më ndryshe dhe që unë mund të heci me hapa pak më shpejt. Që mos jemi tepër ngadal, por korrupsionin me njëherë ta shkatrojmë, nxansat t'i mbrojmë me kapacitetin më të mundshëm, pra vlerësoni edhe që ende tokën janë ta të mbrojmë nga rrezikuar. ndotja. Këto janë 3 elemente të cilat unë luftoj me emergjencë. Pastaj në afat shkurt dhe po mendoj në afat mesëm dhe afat gjatë. Tek çështja e shkollave, po thoni që fëmijët ende duhet të mbikëqyren më shumë nga policia, nga prindërit, nga shkolla? Shiko, unë nuk mund t'jap një zgjidhje me një shkop magjik, duhet këte. Duhet të mbledhemi të gjithë. Në qofse parcialisht ne japim mendime, atëherë ato nuk janë të kompletuara. Ne duhet bashkarisht të ulemi. Prind, komun, polici, gjykat, gjitha këto, jo në për shkolla e dashur, jo në për shkolla. Duhet të parandalon ata të cilët i sjellin këto gjëra për brenda. Ata duhet të luftojnë, kove të fundit po luftojnë, mirë po ata janë pika e parë, kur them unë korrupsioni dhe gjërat e më të mrapshta që arrijnë në fëmijët tanë. Fëmijët tanë nuk janë refugjat. Shqiptarë sot nga klasa korruptive konsiderojnë si refugjat apo si niveli 2 i popullatës. Nuk është, ne jemi kom të cilin ne duhet të mbrojmë, sidomos rinin dhe fëmijët tonë. E jo unë, para do me thanë me vitin 2006 jam rrezikuar me jetë. Drejtori e ka shti pastruesen me mërdzu në mes të shkollës. Sepse unë kam qenë kunder. Te se ka ba Miloševiqi, s'ka në shkollë Miloševiqi, as Shesheli, po janë këta shqip folës të cilët po i bajnë këto krime. Ne duhet të merremi me këta dhe këta t'i dënojmë. Sankcionet e mia për korrupsion, që se unë bajmë kryetare e komunës, do t'jenë shumë të repta. Do t'miren më të mirë, më të zgjedhurit, por në që se mundet me u infiltru ndonjë për korrupsion, por ai do t'a paguaj shtrejt. Nuk do të largohet, nuk do të mbahet në heshtje, por do të përballet me gjyqësi edhe vërtet me të gjitha pasojat të cilat i meriton. Nuk ka ma korrupsion. Dhe ta mbrojmë tokën, shumë mire jeni duke thënë. Toka është, shiko. Kemi shumë mbeturina në Prishtinë. Nuk është çështja vetëm e mbeturinave. Këtu kam dëgju për një far donacioni KW. Nuk i di saktësit e këti donacioni, mirë po si kush qenka që për deri në 2035 më duket të mos fillohet me riciklim. Çka po më duhet mua ato 70 milion pas 10 vitesh? Në një, duhet të blehet kamion. Kam dëgju që kamion, Komuna e Prishtinës ka ble së fundmi 8 kamion. Një kamion që nuk kam pa asë në Evropë, se vajzën e kam Belgjik, tjetërën e kam në Amerikë, nuk kam pa kësi kamionun e atje. Do të thotë, këta bashkëpunojnë, nuk i di as lidhjet e tyre. Mirë po, qofse Komuna e Prishtinës blen ka nevoj 40-20 kamion të këtil nga 250.000 euro. Në qofse fillon Komuna e Prishtinës, fillojnë gjitha komunat. Atëhere po kalon 100 milion. Dhe që ka po më duhet më 70 milion pas 10 vitesh, kur toka shkatërohet dhe uji me kilometra, duke i blu ato mbeturina, vesh që 20 vjetë më dhambin duke ndëgju në prikatit 10 atë kamion duke thy qelqin, plastikën. Jo e dashur. Kështu nuk punohet në Evropë. Kam lexu në Japoni si bëhet riciklimi. Prej riciklimit ata ndërtojnë asfalt.
pas 10 vitesh, unë do të, derisa presh atë lëmosh, pas 10 vitesh, unë do të prodhoj asfalt. Si? Pika parë, unë do t'i zgjedhi 10 nxënësat më të mirë, apo studentët, kimi, gjeodezi, të gjitha fushave, dhe do t'i dërgoj në Japoni. 1. 2. Do t'i dërgoj 5 në Zvicër. 3. Do t'i dërgoj 5 tjerë në Amerikë. Dhe ata për 4 vite do të më kthehen të pregaditur. Brenda këtyre 4 viteve, ne do të bëjmë klasifikimin e mbeturinave. Asë një qytetar nuk guxon me hedhë ma një qelq në kontenjer. Sepse në që se blenë makina, do të blenë edhe kontenjer. Aty bëhen malvezime shumë në shit blerje në... Këtu është interesi i atyre të cilët këto makina nuk i duan në Prishtinë fare. Pra, do të bëhet klasifikimi mbi sipërfaqen e tokës, që nuk do të damtohet nën toka, që duhet 1 shekull minimum me u përpunu ajo tokë, do të ndahet veç mas, le të qëndron asisoj, plastika, letrat dhe në qofse duhet druri dhe hekuri si mbeturi. Kur të kthehen studentët, dhe në ndërkohë të ndërtojmë këto ndërtimet e vrashta, si që është të caktohet lokacioni, të ndërtohen muret, do të vinë studentët dhe nga qeveria japoneze mund të marrim, apo cila do qeveri që e ka të zhvilluar riciklimin, se si duhet të ndërtohet ajo fabrikë që kur të vinë pas 4 viteve, studentët me njëherë të fillojnë me fazën e parë të riciklimit. Mirë po, këtë qelq mundemi edhe me dhanë, dikun jashtë, apo edhe plastikën, derisa ne të aftësohemi. Pse duhet të presim 10 vjetë? Për mu kjo është anomali, kur dhe të dëmtohet toka, dhe të futen 100 kamion, të cilët mbesin pas një koha e kur ishte, kur ne mundemi me njerë të fillojmë nga procesi i riciklimit. Dhe qytetari do të ketë 3 muaj, do të këto tolla sa i pagujmë kamionit, në edukim në për shkolla, gjitha nivelet, në për bashkësi lokale, në qytet, do të paguhen të rinjët, në veçanti dhe personat edhe të moshuar, pavarësisht moshës, por që janë edukator të mirë në fushën e mbrojtjes së ambientit, të cilët do të flasin me qytetarët, do të rrinë pranë kontenjerëve dhe ti mësojnë se si duhet t'i hedhin, jo në tokë, si që ka bërë Isa Mustafa, ato dhe i kalën si tash në afër banesës time kanë mbet ato farë, qka ka bërë, nuk e di. Po nën toksore. Nuk janë asë nën toksore, asë mbi toksore. Mirë po, qka duhet të bëj me qelq? Ta lëm mbi tokë. Plastikën mbi tokë. Gjitha që qytetarit të shes se ku duhet me e klasifiku, ku duhet me hedhë, mënyrë edukative, me broshura, me gjithat mundshme. Pas 3 muajve, do t'jenë po ashtu të punësuar, të cilët do të shqiptojnë dënime, në qoftë se qytetari nuk arsimohet sa duhet, në vërtet nuk është arsimim, ne nuk kemi edukim të duhur, po kaloj me njën në arsimim, edhe në për shkolla duhet s'pari edukimi, pas taj arsimimi vjen, s'mund t'i të arsimosh dikën pa eduku mirë. Dhe në qoftë se unë nuk do të gënjej qytetarin tim, por dua të edukoj, sepse të gjithë ne themi se e duam një vend, një qytet të pastër, e duam krye qytetin e pastër. Pra këto janë rregullat bazë, mbi të cilat ne mund të krijojmë një qytet të pastër. Sfari do të edukojmë, pastaj do t'i tregojmë të gjithë qytetarëve se nuk bën. Dhe puna e këtyre kamionëve do të reduktohet në 30%. Ju tha që jetoni në tek qafa, nëse nuk kapoj, dhe do të jeni në qendër. Sa flasim për qendrën, të gjithë kandidatët, dikush do të hapë sheshin Gjergj Bush, dikush do të bëj shesh, do t'i kthej vetura, do t'i kthej vetëm autobusët. Si e mendoni ju zgjidhjen për sheshin Gjergj Bush? Sheshi Gjergj Bush i vetmi program të cilin unë do të nga ish kryetari i Prishtinës, cilin unë do të respektoj, deri në pikën e fundit. E kemi një katedrale edhe do të respektoj, deri në maksimum. A kupton? Nuk ka nevoj që të kalojnë automjetet. Asa janë për të zgjedhur çështja e trafikut. Jo. Çështja e trafikut duhet të zgjidhet.
Pe çfarë të drejtë lejojnë mbeturinat e gjithë botës të vinë ato automjete makina të cilat hynë me afat të skaduar. Pse duhet Evropa të hedhë të gjitha makinat e skaduara në Kosovë? Pse duhet një person të ketë një makinë? Pikë pari. Ata persona të cilat duhet, po mendoj, duhet të bëhet zgjidhje, të cilat e kanë një vend pune, mund të reduktojnë shpenzimet, të shkojnë nga 4, sa më pak makina, të bëjnë unë do të bëja një tramvaj, si që ka thënë kryetari, por jo pa i zgjidh këto çështjet emergjente. Do të bëja nga Vranjevci deri te rreth rrotullimi atje, që të kaloj edhe në për sheshin Gjorzh Bush. Mirë po, për të arritur këtë, ne duhet t'i kryjmë këto punë primare të infrastrukturës që i kemi, pastaj qytetarët do t'jenë më të edukuar, sikurse në Zagreb kalon në qendër të qytetit tramvaj, mirë po gjithçka është e rregulluar. Tjetra, ka tek rreth rrotullimi i spitalit, kam parë është një cop toke aty, nuk e di e kujt janë disa lokale. Pse ato duhet jenë në qendër të rrugës, aty kur munden paksa të largohen dhe të lirohen. Duhet të ndërtuar një rend të parë apo një rrugë të veçantë për autobusët në shtetet e jashtme. Një kursi. Kursi të veçantë për autobusët, të reduktojnë mjetet të cilat nuk meritojnë të jenë në rrugë, të formohet të kemi më shumë autobus, të kemi edhe bicikleta, unë edhe bicikletën shumë e admiroj, por duhet të krijojmë rrugët dhe këndet për to. Mirë po unë kam pa edhe në Florida që ndërtohen shembull mbi rrugë, këtu duhet i mbledhim ekspertët dhe të shohim të gjitha mundësitë rreth Prishtinës, të shohim aty ku janë rrugët, ku mund të ndërtohen, nuk janë mbi kalime, po janë rrugë mbi rrugë, si ura të cilat e lehtësojnë shumë kalimin e automjeteve. Por në këtë rast, unë kam punu në fakultetin e ndërtimtarisë dhe arkitekturës, kam pas student të mrekullueshëm të cilat kam pas zgjidhje për shumë probleme, por këtu unë mendoj se duhet të ulemi me ekspertët më të mirë pikërisht të vendit dhe ekspert të huaj të cilët do t'japin një zgjidhje vërtet reale. Kjo afat shkurtër duhet të bëhet me njëherë, sepse më dhimbë se së tepërmi fëmijët që duhet përsa të dalin nga shkolla, përsa të dalin nga qerdhja, të uritur, të hajnë qipsa pra të mos e shijojnë drekën. Kjo është një dhunë psiqike fiks për 5 orë në 5 ditë. Dhe kjo është dhunë psiqike shumë e rëndë. Dhe jeni po ashtu epoka e hyneshës në Prishtinë, garon edhe për kuvendin komunal, por nuk jeni ju, është dikush tjetër sa e pash. Po. Pse, dëshironi vetëm kryetuarit jeni, pra nuk jeni edhe... Jo, unë pikërisht kam garuar edhe për asamblejiste, mirë po, këtu nuk e di kush në KQZ më ka larguar, sepse unë e kam dorëzuar dokumentacionin pikërisht, Valmira ka qenë është përgjegjëse për këtë, dhe nuk e di pse ajo më ka larguar nga lista, sepse ajo është kryesore. Unë kam garuar si kryetare komunës është me ju kjo zonja këtu, Kimete Ahmetja, është me ju? Bartëse e listës, mirë, po nuk më ka regjistru. Pse nuk më ka regjistru, përgjegjësinë e mban ajo. Po kjo zonja që është tek lista e, le të themi, të fleta e votimit për kuvendin komunal, Kimete Ahmeti, qëndron prapa epoka hyneshës në Prishtina, është me ju? Po, kjo është një zonjë shumë e mirë, kjo është një zonë shumë motivuese që më ka motivu dhe më motivon gjatë gjithë kohës, është një adhetare shumë e madhe, është një mësuse e cila edhe sot e kësaj dite i duhet këtij kombi, sepse çdo fjalë e saj, çdo këshill e saj është me të vërtet për t'u vlerësu edhe për t'u respektu. Kemi ne njerëz të mirë, prandaj duhet këta njerëz të mirë t'i ofrojmë. Ka njerëz të mirë cilët ikin jo pse duan të ikin, por janë në një mënyrë të friksuar. Edhe nga kjo gjendje me u përball, e shohim veten si shumë të vogël, por unë ka marrë Zoti më ka thënë një farë guximi,
o të shpëtoj Prishtinën, ose të tërhiqem, po mendoj, është momenti që duhet të veprojmë për Prishtinën, në mënyrë ma drejtë. Cila do të ishte puna juaj e parë si kryetare komune? Puna ime e parë, janë disa, thash, 3 punë para, të cilat... Por e para që bëhet brenda ditës, le të themi, një vendim i parë që mund të realizohet shpejt. Kadastri duhet t'i dorëzohet njerëzve më të besueshëm, më profesional, më të ndërgjegjshëm, më të përgjegjshëm dhe të shkputet nga Agjencioni Kosovar i Privatizimit, që kadastri ka qenë sikur një tavolinë suedeze ku oligarkët kanë marrë çka kanë dashur dhe kanë vepru si kanë dashur. Kjo është puna e parë që mbrojtja e kadastrit nga hienat të cilët e kam sjell, jo vetëm Prishtinën, po mbar Kosovën në këtë gjendje. Çfarë është? Sepse kam ble banesa me 700 euro, për mi përfitu, banesa ime sot bën mbi 200.000 euro. Së është në qendër të Prishtinës. Dërsa unë e kam ble me 700 euro, si pas ligjet. Pra, AKP-ja si shitës e shet me 700 euro. Blerësi e blen me 150.000 euro e blen. Në të zezën, formalisht i pagun 700, ndërsa 150.000 euro tjerat i fusi në gjep. AKP-ja, komuna, gjykata. Unë e di prej banesës time. Dhe unë kam qenë e para duke hetu rastin tim e kam zbulu e para se si po veprohet në AKP dhe e kam shpërnda, por e kam shpërnda në mesin e miqve, në mesin e madje edhe me vetëvendosjen, po me doj me antarët ku unë kam qenë bashkë me ta dhe është kuptuar kjo çështje. Prandaj, kjo duhet të ndërpritet me një herë. Është vështirë, sepse nuk janë shumë institucione të inkorporuara në këtë çështje, por duhet me emergjencë të punohet që katastri të mbrohet, toka t'i kthehet qytetarit dinjiteti, nuk është qytetari i Prishtinës refugjat, nuk është qytetar, nuk jemi ne ardhacak, ne jemi vendas, ne jemi komb, që oligarkët mos mund të na shkelin sipas interesave të tyre. Faleminderit shumë dhe ju urojmë suksese me këtë guximin tuaj. Patjetër, unë do të vazhdoj. Jeta ime ka qenë disa herë në rrezik, nga pikërisht nga këta shqipfolës, mirë po unë nuk do të ndalem. Faleminderit shumë. Ju lutem. Dhe pas pak vime edhe me një intervistë tjetër. Dhe tani do të flasim me një kandidat tjetër, ai është kandidat i pavarur dhe garon për kryetar komune dhe si kandidat i pavarur garon edhe për kuvendin komunal. Me ne është Lulzim Sylla. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se vijit. Zotëri Sylla, pse i pavarur fillimisht kur në Kosovë ka aq shumë parti politike? Unë mendoj kam kandidu si i pavarur për shkak se mendoj se është koha e fundit që qytetari ta përfaqësojë vetë veten, e jo përmes një përfaqësuesi politik. Mendoj se është koha e fundit gjithashtu që qytetari të trajtohet me dinjitet, të trajtohet ashtu si ka hije. Kjo është arsyeja vetme pse unë kam kandidu si kandidat i pavarur. Dhe ka pasur këto ditë të debate të shumta, është George Bush, është mësimi tërditor, çështje probleme, janë beturinat, janë qenë tendacak. Cila është zgjidhja juaj për këto probleme që i ka Prishtina dhe si është Prishtina me ju kryetar? Çka na premtoni? Unë në programin tim që e kam ekspozu me datën 13 tetor, me ditën e shpalljes zgjedhjeve, kam parapo 17 pika ku 3 nga ato janë shtyllat kryesore. Rrugët ose komunikacionin në qytetin e Prishtinës, ndërtimet pa leje, si dhe mbeturinat. Sa i përket sheshit George Bush, unë jam i mendimit se sheshit George Bush duhet mbetet, ashtu se është shesh. Mirë po në anën e kundërt, për gjatë sheshit George Bush kam parapo një nënkalim për automjete me 2 kursi, i cili do të fillon nga Grandit dhe të përfundon te kryqëzimi. Do të thonë në fund të katedrales aty. Nuk është projekti pa realizuar, të e marrë parasysh nënkalimin e komunës së Ferizajt, i cili është 700 metra,
dhe i cili është ndërtu tepër shpejt, ndërsa gjatësia e cila mendohet të bëhet në kalimi në komunën e Prishtinës nga Grandi deri te rruga e kryqëzuar është 400 metra. Dhe mendoj se është i realizueshëm të paktën për një mandat. Po, për çështjet e tjera, cilat janë premtimet e juaja? Ku fokusojnë i tjetër? E përmendet ju vetë Gjosh Bushin si problem, por... Gjithashtu fokusohem shumë në legalizimin e ndërtimeve pa leje. Kem objekte ku, për shembull, deri në katin e 10 ose 8 ose 11, ajo ndërtesë ka qenë me leje. Edhe momentin kur ndërtuesti o kanë shit pronarëve, ata e kanë treguar leje ndërtimit dhe qytetarët janë mashtruar dhe kanë blerë banesa, kanë derë me mjetet e veta, kursimet e veta, kanë blerë banesë, tu bazu në leje ndërtimit. Por për shkak mos të fitimit para po, mos e të paramendum prej ndërtuesit, kanë vazhduar me 3-4 kate më shumë. I tërë objekti llogaritet si objekt pa leje. Kështu që njerëzit kanë mbet pezull, paret ju kanë shku, edhe tash janë me të ushetit. Problemi është aty se ekziston edhe, do me thonën, thirrja për legalizimin e objekteve pa leje, por duhet një mëri dokumentash. Edhe qytetarët nuk janë të gatshëm ose nuk kanë mjete më me pague gjithë ato dokumente ose nuk mujnë me sigurue. Kështu që ato ndërtesa cilat kanë qenë tenat katë, me leje ndërtimi, ato ndërtesa, nëse unë bëhem kryetari Komunës Prishtinës, do të legalizohen me automatizëm se ato kanë leje. Ndërsa pjesa tjetër në ndërtimi, do t'i nënshtrohet procedurave të rregullta. Kam parë një video tuaj me cilën kërkoni votën e shtetarëve dhe jeni, le të themi, paksa i mllëfosur me mënyrën se si është qeverisur Prishtina deri më tash, ku qytetari nuk është pyetur shumë sipas jush. Unë jo vetëm unë se jam i mllëfosur me qeverisjen e Prishtinës, por mendoj se gjithë qytetarët e qytetit Prishtinës janë të mllëfosur. Sepse ka shumë hapësirë për mllëfosje. Mas pari është trajtimi si bëhet një qytetarit momentin kur të hynë në komunën e Prishtinës. Duhet ta hup një ditë pune, apo çka do, një listë poseduese me marrë në komunë. Duhet të shkojnë mëngjes, ta dorëzoj atë listë poseduese këtë kërkesën, pastaj të shkon në ora 3 prap, të pret në rend, e kështu me radhë. Pastaj nuk trajtohet me dignitet qytetari i komunës Prishtinës, nëse ka diçka në komunë me një punë, çfarë do punë me kry. Dhe jeni po ashtu në listë për kuvendin komunal, sepse nëse nuk e dini, kam këtu fletvëtimi që është për kryetar komune, ka 10 kandidat, ku zotëri Sylla është njëri prej tyre, dhe, ja po e mbaj mirë, dhe po ashtu kam edhe listën që është për kuvendin komunal, ku kemi shumë kandidat, për shkak që gara për kuvendin komunal del të jetë më e fortë dhe ka më shumë garë. Ju jeni në të dyat si kandidati pavarur, pra është emri juaj zotëri Sylla. Pse në të dyat? Ky ka qenë një, s'pëdi që shme thonë, një gabim gjatë aplikimit, një gabim teknik. Në cilin rast? Në rastin e asamblejistit. Se nuk jem konë njoftum se, do me thonë, votat e kryetarit të komunës bartën edhe për asamblej komunale. Ka 2 fletvëtime me gjithat. Ka 2. Dhe ata do të mund të zgjedhin në momentin që jeni bardhës liste, natyrisht, sepse jeni vetëm jo. Unë për vete do të votoj një kandidat tjetër, partis tjetër, për asamblejist. Jo vetën? Jo vetën. Pse? Thjesht. Cilën parti? Natyrisht që nuk është e nevojshme, por besoj një parti që ndoshta do të bashkëpunoni me të. Po. Është interesante. Për kryetar komune e votoni vetën, sigurisht. Por për kuvendin komunal, thoni që nuk e votoni vetën. Do të votoj një asamblejës tjetër. Pse? Më të regu arsyen, pse nuk e voton vetën? Nuk di që më thonë, nuk kam fort arsyet fort, po ashtu i kam premtu edhe. Pra e keni premtuar votën për... Asamblej. Asamblej komunale. Po ai personi, do t'ju votoj juve? Nuk e di, se kom pyet fare, asja kam kërku. E keni kërkuar për kryetar? Jo, se kam kërku votën për kryetar ati që unë do t'a votoj.
Dhe për kryetar komune, ju e kërkoni votën në qytetarëve të Prishtinës, më shumë se sa për kuvendin komunal, po thoni? Unë e kërkoj votën për kryetar komune. Po nëse zgjidheni asamblesë? Po besoj se do të vazhdoj, nashta muj me kontribua në atë mënyrë si asamblesë, por të shumë. Si ka qenë ky muaj fushat për ju? Keni takuar qytetar, keni bërë vizita, në çka e keni fokusuar fushatën tuaj? Fushatën time kam fokusuar në këto 3 shtyllat në rrugë, do me thonë në rrugë dykoshe, sepse edhe në programin tim është se gjitha rrugët e Prishtinës, nëse unë e marrë mandatin e kryetarit komunës, do t'jenë rrugë dykoshe, nuk do të ketë marrë rrugë nikoshe. Një. E dyta te legalizimi i objekteve pa leje, për ato objekte cilat kanë pas leje ndërtimi te në katin e caktuar, edhe e treta mbeturinat. Është një problem i cili përmundon komunën e Prishtinës dhe sa i përket mbeturinave, unë jam zotu përmes programit dhe prap zotu në emisionin tuaj se momentin e parë do të këshyri me i bli aksionet e kompanisë pastrimi. Edhe kompaninë pastrimi ta kthej 100% në pronësit të komunës, sepse nuk është të funksionu. Përzirja kompetencave, shumë probleme tjera nuk po funksionan. Kur e thatë çështjen e rrugëve 2 kahore, pra në të 2 anët, mendova mos jetoni në një lagje që ka shumë rrugë 1 kahore. Pse? Unë jetoj në Tophane, kam linë Tophane. Pra ndaj. E mendova që, supozova që mund t'jesh në Tophane ose... Bashkë bisedim me qytetarët, e vetëmja kërkesë e tyne o kanë me gjetë një që na i kthen rrugë dykoshe. Pse? Kam probleme. Shqo, se nëse nisesh prej një pikë në pikën tjetër, nëse ai udhtim që do të mrishe, nëse do të ishin rrugë dykoshe, ti ke mujtë me shku për 5 minuta. Kështu ti do të cilësh rreth qytetit për me mrit e pika caktuar aty ku ke mujtë me mrit për 5 minuta. Unë kom pas edhe një debat me kundër kandidat, thamë parkingu, po në parking, sikuraj që silët 25 minuta, prapa i komu parku dikon. Sikuraj që 5 minuta silët edhe më rinë të destinacioni i caktuar. Do me thonë, a i largohet, për një kohë shumë shkurt largohet për komunikacionit parkohet. Edhe kjo është arsyeja. Kjo është arsyeja, sepse krijon shpenzimet kota. Por, kjo është për Tophanën që po e thoni apo në krejt Prishtinën, mendoni që s'duhet ketë rrugë 1 kahore? Ne në Tophanë nuk kemë problem as pak. Nuk kemë problem as pak se ne në kam shkojnë. Gjitha institucionet e Kosovës janë 2 minuta larg nga lagja ime. Por problemi është të qytetarët, të kërkesat e tyre. Dhe i përmendet si pikë të dytë këtë çështjen e, në fakt pikë të tretë çështjen e pastrimit dhe përveç kthimit të ndërmarrjes duke e bërë komunale, pra është regionale aktualisht, si mendoni ta zgjidhni edhe çështjen kur merren mbeturinat, sepse Tophania e ka atë vendin e famshëm me ata kontenierët që janë çdo herë të mbushur me mbeturina, shpesh herë bllokimi hyrja në lagje prej qendrës, prej qafës bllokohet për në Tophane, për shkak se merren grumbullohen mbeturinat, le të themi ore çast ose Unë këto ku mendu se nëse e krijoj kompaninë komunale, kompaninë do të thonë për mbledhjen e mbeturinave, të gjitha kamionët që bartin mbeturina do të jenë me GPS, edhe do të shikohet strikt koha kur ata veprojnë ose kur vinë për mi mbledh ato mbeturina. Zakonisht është një farë tradite u kriju të ata, të kompania pastrimi, se gjithmonë në fluksin më të madh, kur njerëzit shkojnë punë ose kthehen për punë ose janë kohë pauzës, ata kamion qëndrojnë atë. Kështu që duhet të krijohet një orar, duhet bëhet selektimi mbeturinave, sidomos në fillim ja fillu me shportat posaçme për bukën, sepse është tradite jonja se bukën e qmojna shumë, edhe bukën askush nuk e hedhë mbeturina, unë për ditë ka lejanina, bukën e virën keset plastikës, e virën në disa droja aty, që kujna i nevojitet për ushqimin e kafshëve me marë.
Pastaj është edhe tjetra... Edhe ju si po propozonin që të kemi shporta të veçanta për bukë? Për fillim. Me njerë, në bas një jave do të vendosi shporta të veçanta veç për bukë. Sepse shfrytëzohet prej kafshëve, prej qenve, nacak, prej... Nëse ka sasit mjaftueshme mund të hidhet edhe në përmale për ushqimin e kafshëve tegra. Një. E dyta, qeset plastike në komunën e Prishtinës do të jekën tërësisht. Si do ta bëni këtë? Qeveria ka marrë një vendim për mos përdorimin e qeset plastike. Po qeset plastike prapë përdoren. Gjitha minimarketet ose dyqanet prapë ta ofrojnë qesën plastike, po ta ofrojnë me pagesë. Në më thonë kush është dëmtu këtu qytetari. Ato do t'jekën tërësisht. Në vend ty ato do të zavendësohen me qeset letrës ose me qeset materialit riciklueshëm. Edhe nuk do të lejojmë mod qeset e plastikës prapë të fluturojnë në për qytet qyshi qëndera. Kjo është sa i përket mbeturina. Dhe në përgjithësi Prishtina është një qytet që le të themi ka shumë probleme. Si ju si qytetar, cili është problemi që ju pengon më së shumti dhe kur e keni menduar që mund të bëheni kryetar, që keni thënë ky është problemi i parë që do të mund ta zgjidhni. Një problem që ndoshta nuk kërkon shumë punë, siç thatë tuneli që do në 4 vite mandat, por një punë e parë që do ta bëni si kryetar komuna. Puna e parë që do ta bëj si kryetar komune do ta ndërprej mësimin gjithditor për nxënës. Këta që kanë filluar me kryetarin aktual, ato shkolla do të vazhdojnë, por shkolla tjera nuk do të mund të vazhdojnë derisa të krijohen kushtet e përshtatshme për ata nxënës. Nuk ekzistojnë kushtet në asnjë mënyrë për vazhdimin me klasë tjera. Për mësim gjithditor nuk ka karrika, nuk ka ushqim, nuk ka staf profesional, trajnum, se ne e dim se zakonisht edhe fëmija ku të shkojnë në shkollë, mësuesit apo edukatorët apo çka po dione, mirën kryesisht nëse një klasi ka 30-40 nxënës, mirën vetëm me 3 a 4. Për tjerë nuk lodhen fort. Unë kam pas fëmijën e mi në shkollë, i di mirë. Kam bisedu me qytetar, me prind, kjo është e vërteta e hidhur të na. Kështu që duhet trajnohen personeli arsimor, mas pari duhet trajnohet ai, duhet këshyren në aspektin psikofizik, a është në gjendje me përballu edhe ai mësimdhënës ose mësimdhënëse ati orari atë gjatë. Kjo do të ishte puna e parë e cila do ta bëja me njerë. Edhe puna e dytë, me njerë mas një jave, të gjitha rrugët e Prishtinës do të jenë 2 kahore. Atëherë, unë po ju falenderoj shumë dhe po ju uroj sukseset të dielën. Ju falenderoj shumë. Ishte ky debati zgjedhor, le të themi intervista tona zgjedhore për sonte. Ne do të vim të dielën ku do të shohim, do të ndjekim live të gjithë procesin zgjedhor, pak para se të hapen qendrat e votimit. Ju që zgjojni herët, vendoseni kanalin në KTV, sepse nga ora 6:50 e mëngjesit, derisa të përfundoj tërësisht procesi zgjedhor të dielën, ne do të jemi direkt në të gjitha komunat e Kosovës, duke ju mbajtur të informuar sakt dhe drejt. Deri atëherë, natën e mirë.